Para disa ditët i është dhënë lamtumira e fundit në kishën e Ostunit në Itali, La Madonna del Pozo, miku të dursakëve Monsignorit Angelo Cegarese. Don Angelo i shëmruar prift në kishën e Ostunit, ku ju dha dhe lamtumira. Në shërbesën e bërë para varrimit, u fol për kontributin e çmuar, si dhe sakrificat në shërbim të komunitetit, për të cilët u rrit shumë shpejt në detyrën e Monsignorit. Ai u shua dhe mbeti i paharruar në Itali për altruizmin e tij, veçanërisht për ndihmat e dhëna dhe sistemimin e refugjatëve shqiptar, me strehime dhe punë, shumë prej të cilëve ishin banorë të qytetit të Durrësit, të cilëve Monsignori ju ofroi ndihmë në ditët e vështira të eksotit. Në meshën e lamtumirës falenderoi pjesëmarrësit dhe foli mbi jetën e tij i vëllai Dino Cegarese, një personalitet i shuar i kulturës në Itali, që ka kryer studime të rëndësishme për shqiptarët e Italisë në periudhën e Gjergj Kasaliotit Skënderbeut. 5 parole per rappresentare le 5 dita delle mani di mio fratello. Don Angelo, sikurse njihej, ishte personi që një jubileu në jashtëzakonshëm të vitit 2016 u vu në dispozicion si misionar i mëshirës dhe ka marrë mandatin nga Papa Francesku të mërkurën e përhime. Don Angelo përsoll me lot në sy, së bashku me falenderimin edhe të disa banorëve të Durrësit, pjesëmarrës në mesh. Lamtumir Don Angelo dhe faleminderit për të mirat që na ke sjell.